vrasja e Luan Haradinat është një vrasje barbare. Dhe asku nuk ka ndodhur ajo. Që ta marrësh 3-4 orë në shtëpinë Ramush Haradinaj. Dhe me të drejtë, Ilir Shaqiri e ka gdhendur me vargje gurin e kufinit e shkull si dhëmballën mbi krater të vulkanit Gjali i Hedhvallën. Gjoksi i Luanit si qiell me fortuna bëhen tokë e rrjedhin bashkë Drini dhe Puna. Kemi për shembull betejën e Goshares, Agim Ramadanin e Salih Çekaj. Agim Ramadani e ka ardhur me koshiencë, i përgatitur se do të vdes. Dhe ka bërë vetën në Kryelegjinë. Mu shteshin sytë nëse pushoj lirin tënde tu i ndruhe, mallkuar qoftë gjaku im nëse mbrasin a luftua. Këta kanë qenë ushtarë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Dhe kanë qenë pra si në kohën e Gjergjelit Ali's do të ri. Mjeko plak të vjetra dhe dil në mejdan me bajlozët e Serbisë.